Thua ju robërve të mi të cilët e kanë tepruar me mëkate, e kanë tepruar ndaj vetës së tyre, mos e humbni shpresën në rahmetin dhe mëshirën e Allahu te bareke ve teala. Nga se Allahu i fal të gjitha mëkatet. I thani Imam Ahmedit, të gjitha mëkatet, edhe shirkun, tha të gjitha. S'ka mëkat që Allahu nuk e fal, përderisa njeriu pendohet. Të gjitha i fal Allahu. Ka bon zina, ka hangër kamatën, ka lujt komar, ka bë tradhti, ka bë shirk dhe kufër Allahu xhelle ve ala, ka bën magji, ka bart fjalë, çka të kishte bë. Dhe pendohet sinqerisht tek Allahu, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha mëkatet, pas një përjashtim. Të gjitha mëkatet. Dikush mund të thotë, po ka mëkat që ti nuk e di. Allahu ka thonë atë që unë se di, si Ali, Allahu e din dhe Allahu ka thonë të gjitha. Tu hynë gjitha mëkatet. Allahu vazhdon pas të ajeti dhe thot, wa anibu ila rabbikum, wa eslimu leh, dhe kthejuni Zotit tuaj, dhe ati dorëzojuni. Kthejuni Zotit tuaj, dhe ati dorëzohuni. Vazhdon dhe thot, min qabli e ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun, për para se t'ju vjen dënimi, atër s'ka kusht ju ndihmon. Vazhdon Allahu dhe thot, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, dhe pasoni më të mirën nga ajo që ju është shpallur juve. Min rabbikum, nga Zoti juaj, min qabli e ya'tiyakumul adhabu baghtatan wa antum la tash'urun, për para se t'ju vjen dënimi për një herë dhe ju nuk do ta ndjeni atë. Andaj Allahu si me thonë, po t'jep shans, ktheu tek Allahu dhe pendu. Mos thuj se Allahu nuk e fal këtë gjina. Allahu fal gjitha mëkatet. Dhe Allahu po na lajmëron dhe na tregon që njeriu përderisa jeton dhe ka frymëmarrje, ka shans për t'u kthyer Allahu te bareke ve teala. Megjithatë, kur të vjen dënimi papritmas, dhe kur të vjen dënimi në formë që askush s'ka mundësi të të ndihmojë.